Shqipëria ka pritur ndërrimin e viteve mes dekorimeve shumëngjyrëshe, koncerteve festive dhe spektakleve të fishek zjarreve që mbushën sheshet dhe rrugët e qyteteve kryesore. Qytetarë të shumtë u mblodhën për të numëruar mbrapsht minutat drejt vitit të ri 2026 duke uruar njëri tjetrin përshëndet, fat dhe begati. Atmosfera festive u ndje jo vetëm në kryeqytet, por në të gjithë vendin, ku njerëzit dolën në sheshe për të ndarë gëzimin e ndërrimit të viteve. Ashtu si gjatë gjithë muajit dhjetor, rrugët e Tiranës dhe qyteteve të tjera ishin të mbushura me qytetarë të gjitha moshave. Përveç banorëve vendas, një numër i madh emigrantësh u kthyen në AD për të festuar me familjarët, duke sjellë një energji të veçantë dhe duke kthyer ndërimin e viteve në një moment bashkimi dhe tradite. Një pjesë e qytetarëve zgjodhi ta priste vitin e ri 2026 në restorante dhe ambiente festive, ndërsa të tjerë preferuan sheshet dhe rrugët kryesore për të përjetuar nga afër atmosferën e festimeve. Të shumta kanë qenë familjet që e kanë kaluar këtë moment në banesat e tyre, pranë njerëzve më të afërt. Tirana dhe Durrësi u shndruan në epiqendrat kryesore të festimeve, duke tërhequr një numër të madh vizitorësh vendas dhe të huaj. Qielli mbi qytete u ndryshua nga fishek zjarre shumëngjyrëshe duke krijuar pamje mbreslënëse dhe duke bërë natën e ndërrimit të viteve të paharrueshme. Në Korçë u organizua një koncert i madh muzikor. Në Lezhë fishek zjarret ndryshuan qiellin pranë Muzeut të Skënderbeut dhe Flamurit Kombëtar. Në Elbasan qindra qytetarë u mblodhën në sheshin kryesor ku fishek zjarret u hodhën në orën 12 të mbrëmjes pranë ekraneve të mëdha dhe aktiviteteve për fëmijë. Në Gjirokastër kalaja e qytetit u ndryshua nga fishek zjarre duke krijuar një pritje të veçantë për vitin e ri. Në Shkodër pranë Bashkisë qielli u pushtua nga fishek zjarret, ndërsa në Berat festimet ushtrin pothuajse në të gjithë qytetin. Në përmbyllje të këtij viti të ngarkuar me ngjarje, CNA uron gëzuar vitin e ri 2026 të gjithë qytetarëve shqiptar. Vijoni të qëndroni me CNA gjatë gjithë vitit 2026 për lajme të shpejta, raportim pa censur dhe ndjekje të çdo zhvillimi të rëndësishëm në vend dhe jashtë saj.